Edhe 9 vjeçaren e bët në shkollën 9 vjeçare. Jo, unë kam bërë shkollën 8 vjeçare, e kam kryer në fshat, kurse shkollën e mesme, gjimnazin, liceun e kam kryer në qytetin e Klosit. Shkolla e qytetit të Klosit në kohën e regjimit komunist ka qenë një ndër 3 shkollat më të forta të Republikës. Pas Petronini Luarasit dhe një shkolle në Berat. Po. Pastaj erdhët në shkollë të lartë, çfarë viti? Pastaj duke qenë se nuk zgjidhnim dot shkollën, mua më caktuan, duke qenë nxënës i mirë, më caktuan në inxhinie miniere. Problemi ishte se për të kryer studime edhe unë jam inxhinier minier. Në inxhinie miniere duhet kishe shkryer një shkollë gjeologjike të mesme dhe kisha probleme me këto shkëmbim të oligomineral, acid. Kam kryer të mesmen gjeologji miniere dhe të lartën gjeologji miniere. I ke qenë një profil. Edhe kam punuar gati 10 vjet. Ne ishim të fortë në matematikë, më të mirë se sa këto, por në lëndët e profesionit ishim dobët se nuk kishim bërë shkollë mesme. Dhe aty ndenja një vit unë, por... Çfarë viti ke qenë aty? Në vitin 1988 kam... atëherë kam qenë dhe unë. 88-89 kam qenë. Kam qenë me... Kemi qenë paralel. Me Drini Zeqon, me Joni Todollin, ka qenë sa tjem nga Pogradeci, dhe nga Korça ka qenë... Kam qenë 88. Ti ke qenë për gjeologji apo për minjer? Kam qenë për minjer. Për minjer. Se ka qenë dhe Drini Zeqo aty? Po, Drini Zeqon e kem pas në kurs. Nuk kemi qenë të njëri klasë në kurs. Ka qenë edhe ky presidenti i Flamurtarit, ky Sinani. Po. Nuk e di, ndoshta kemi qenë paralel. Po, sigurisht jemi para aty, po... Unë kam qenë 27 vjeç në shkollë, 26 vjet, e pak.